Shqiptarët nuk ndërojnë kombë sipas kufive, nga Kosova te Turqia, identiteti që u hesht por nuk u shërua. Kosova është shtet, por shqiptarët e Kosovës janë pjesë e të njëjtit kombë shqiptar. Ndërsa në Turqi jetojnë komunitete të mëdha me prejardhje shqiptare, të cilat për dekada janë përballur me asimilim, mungesë shkollimi shqip dhe mungesë njohjeje institucionale si pakicë etnike. Nuk ka kombë kosovar në kuptimin etnik, historik dhe gjuhësor të fjalës. Ka shtet të Kosovës. Ka shtetësi kosovare. Ka institucione të Republikës së Kosovës. Por kombi i shumicës dërmuese të popullsisë së Kosovës është shqiptar. Ky dallim është thelbësor, sepse shteti dhe kombi nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Shteti është organizim politik me kufi, institucione, kushtetut dhe shtetësi. Kombi është bashkësi historike, gjuhësore, kulturore dhe identitare. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Malë të Zi, Lugim të Preshevës dhe diaspor nuk janë kombe të ndara sipas hartave politike. Ata janë pjesë e të njëjtit trung kombëtar shqiptar. Edhe vetë rendi kushtetuesi i Kosovës nuk e paraqet Kosovën si kombë etnik kosovar, por si republikë demokratike dhe shoqëri shumë etnike. Kushtetuta e Kosovës përcakton se gjuhët zyrtare janë shqipja dhe serbishtja, ndërsa turqishtja, bosnjakishtja dhe romishtja kanë status zyrtar në nivel komunal ose në përdorim zyrtar sipas ligjit. Po ashtu, simbolet shtetërore të Kosovës përshkruhen si simbole që pasqyrojnë karakterin shumë etnik të shtetit. Prandaj, të thuash se Kosova është shtet nuk do të thotë të mohosh kombin shqiptar. Përkundrazi, do të thotë të kuptosh realitetin politik pa deformuar realitetin historik. Shqiptari i Kosovës nuk bëhet kombë tjetër vetëm sepse jeton në një shtet tjetër shqiptar. Ai mbetet shqiptar, ashtu si shqiptari i Maqedonisë së Veriut, shqiptari i Malit të Zi, shqiptari i Preshevës apo shqiptari i diasporës. Por kjo temë bëhet edhe më e rëndësishme kur flasim për shqiptarët në Turqi. Në Turqi jetojnë shumë njerëz me prejardhje shqiptare. Shifrat ndryshojnë shumë, sepse një pjesë e madhe e tyre janë asimiluar gjuhësisht dhe identiteti shqiptar nuk është regjistruar gjithmonë qartë në mënyrë institucionale. Burime të ndryshme japin vlerësime që shkojnë nga qindra mijëra shqiptar të vetë identifikuar deri në disa milion njerëz me prejardhje shqiptare. Një raport i përmendur shpesh nga burime të ndryshme fliste për rreth 3 milion persona me prejardhje shqiptare në Turqi, ndërsa vlerësime të tjera e çojnë numrin edhe më lart, deri në 5 ose 6 milion. Këta shqiptar nuk janë një fantazi nacionaliste. Ata janë pjesë e një historie të gjatë migrimesh, shpërnguljesh, presionesh dhe lëvizjesh të mëdha demografike nga Ballkani drejt Anadollit. Shqiptar kanë shkuar në territorin e sotëm të Turqisë që nga periudha osmane, por valët më të mëdha lidhen sidomos me shekujt Gjigj dhe Xhxh, rënja e perandorisë osmane, luftërat ballkanike, dhuna, dëbimet, marrëveshjet politike, varfëria dhe presionet e shteteve të reja ballkanike mbi popullsitë myslimane shqiptare. Shumë shqiptar u larguan nga Kosova, Maqedonia, Sanxhaku, Çamëria dhe zona të tjera shqiptare drejt Turqisë. Disa ikën për të shpëtuar jetën. Disa u shtyn nga politikat shtetërore të kohës. Disa u regjistruan si turq për arsye fetare, administrative ose politike, sepse në Ballkan identiteti fetar shpesh përdorej padrejtësisht si zëvendësim për identitetin kombëtar. Kështu, një shqiptar musliman nuk shihej gjithmonë si shqiptar, por shpesh etiketohej si turk. Ky ishte një nga mekanizmat më të mëdhenj të fshirjes së identitetit shqiptar, jo zhdukja fizike, por zëvendësimi i emrit, gjuhës dhe kujtesës. Në Izmir, Stamboll, Bursa, Ankara, Sakaria, Kërklareli, Ain, Samsun, Tokat, Hatay dhe shumë zona të tjera gjenden familje me rënje shqiptare. Disa ende e din prejardhjen. Disa ruajnë mbiemra, kujtime familjare, histori gjyqërish dhe lidhje emocionale me Kosovën, Shqipërinë apo Maqedoninë. Por shumë të tjerë kanë humbur gjuhën shqipe, jo sepse e kanë urryer, por sepse nuk kanë pasur shkollë, institucion, mbështetje publike dhe vazhdimsi kulturore për ta ruajtur. Këtu qëndron plaga kryesore. Problemi nuk është se shqiptarët nuk ekzistojnë në Turqi. Problemi është se identiteti shqiptar atje shpesh është heshtur, tretur ose lënë në harres. Kur një komunitet nuk ka shkollim në gjuhën amtare, kur nuk ka hapësirë të rregullt publike për kulturën e tij, kur brezat rriten vetëm me gjuhën e shtetit ku jetojnë dhe pa lidhje institucionale me origjinën, atëherë asimilimi nuk ndodh brenda një dite. Ai ndodh ngadalë, brez pas brezi, derisa nipi nuk e kupton më gjuhën e gjyshit. Turqia historikisht ka pasur një koncept shumë të kufizuar për pakicat. Pas traktatit të Lozanës të vitit 1923, sistemi turk njohu kryesisht pakicat jo muslimane, si grekët, armenët dhe hebrejt, ndërsa komunitetet muslimane me identitete të ndryshme etnike, përfshirë shqiptarët, kurdët, bosnjakët, çerkezët e të tjerë, nuk u trajtuan në të njëjtën mënyrë si pakica kombëtare me të drejta të plota gjuhësore e kulturore. Kjo ka pasur pasoja të mëdha. Shqiptarët në Turqi nuk u zhdukën si njerëz, por në shumë raste u zbehen si komunitet i organizuar kombëtar. Shumë familje shqiptare u bën pjesë e jetës turke, kontribuan në ushtri, politik, ekonomi, kulturë dhe administratë, por shpesh pa e ruajtur shqipen si gjuhë të përditshme. Kjo duhet thënë me kritik ndaj Turqisë dhe por jo me përbuzje ndaj shqiptarëve që jetojnë në Turqi. Duhet thënë me përgjegjësi historike. Sepse një popull që nuk flet për asimilimin e pranon atë në heshtje.
Dhe heshtja është forma më e butë e dorëzimit. Shqiptarët në Turqi meritojnë respekt, jo gjykim. Shumë prej tyre kanë jetuar në një realitet ku ruajtja e identitetit nuk ka qenë e lehtë. Nuk mund t'i kërkosh një familje të ruaj gjuhën për 5 breza, kur nuk ka shkollë shqipe, nuk ka media të forta shqip, nuk ka politika të organizuara kulturore dhe nuk ka lidhje të vazhdueshme institucionale me trojet shqiptare. Por Shqipëria, Kosova dhe institucionet shqiptare kudo kanë detyrim moral të mendojnë më seriozisht për këtë diasporë historike. Nuk mjafton të përmendim shqiptarët e Turqisë vetëm kur na duhet krenari statistikore. Nuk mjafton të themi janë miliona dhe pastaj të mos bëjmë asgjë për gjuhën, kulturën dhe kujtesën e tyre. Nëse vërtet besojmë se janë shqiptar, atëherë duhet të ofrojmë libra, kurse gjuhë, platforma digjitale, aktivitete kulturore, lidhje me shkollat shqipe, projekte për të rinjt, dokumentar, arkiva familjare dhe mbështetje serioze nga institucionet shqiptare. Sepse identiteti nuk mbahet gjallë vetëm me deklarata patriotike. Identiteti mbahet gjallë me punë, gjuhë, arsim dhe kujtesë. E njëjta logjik vlen edhe për debatin mbi Kosovën. Të krijosh identitete të reja artificiale mbi baza shtetërore, duke e shkëputur shqiptarin e Kosovës nga trungu shqiptar, është një gabim historik dhe kulturor. Kosova ka shtetin e saj, por nuk ka nevojë të shpik një kombë të ri për të qenë shtet serioz. Austria është shtet, por flet gjermanisht. Belgjika është shtet, por ka komunitete gjuhësore të ndryshme. Zvicra është shtet, por nuk ka një kombë etnik të vetëm zviceran në kuptimin klasik. Shteti nuk kërkon domosdoshmërisht shpikjen e një kombi të ri. Kosova është shtet i pavarur. Shqiptarët e Kosovës janë shqiptarë. Këto dy të vërteta nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Ato plotësojnë njëra tjetrën. Ndërsa shqiptarët në Turqi janë dëshmi e një plagë tjetër, çfarë ndodh kur një popull largohet nga toka e vet dhe mbetet pa mbrojtje gjuhësore e kulturore. Ata janë kujtesë e gjallë se kombi nuk zhduket menjëherë, por mund të zbehet nëse nuk ushqehet me gjuhë, shkollë dhe dinjitet. Prandaj duhet thënë qartë, shqiptarët nuk bëhen kosovar në kuptimin etnik vetëm sepse jetojnë në Kosovë. Nuk bëhen turq në origjinë vetëm sepse jetojnë në Turqi. Nuk bëhen maqedonas, malazez apo serb vetëm sepse jetojnë brenda kufive të shteteve përkatëse. Kufit politik mund të ndryshojnë. Shtetet mund të krijohen, shpërbëhen, riformohen dhe ndërtohen sipas rrethanave historike. Por gjuha, gjaku kulturor, kujtesa dhe vetdia kombëtare janë më të thella se administrata. Shqiptarët janë shqiptar në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, në Ulqin, në Preshev, në Izmir, në Stamboll, në Hatay, në New York, në Zvicër, në Gjermani apo kudo tjetër. Dhe detyra jon nuk është të shpikim emra të rinj për ta ndarë kombin sipas kufive. Detyra jon është të ruajmë gjuhën, kujtesën dhe dinjitetin e tij kudo ku ka ende një zemër shqiptare që nuk dëshiron të harrohet.